ai do zëjnë vendin e vet. Edhe ishte një rrugtim i madh mandej se si vjen nëna bashkohet me flamurin dhe Naimin. Po pastaj babain e morën në Sidney, Po jo se morën Sidney ende, sepse ishte ende nëna pa ardhur nga Ulqini. Atëherë u deshën të bënin dokumentat për nënën dhe zjasin një kohë, por mandej flamuri ishte jashtëzakonisht kishte filluar pijen prap, edhe nuk kishte dëshirë që të bësha me nënën bashkë. Po kur erdhi nëna në Australi, tha unë du mu batha me flamurin, tha unë kam marrë tha ke burri jem. Ne ishim të çuditur me Naim, po thash ti ke për nënën, ja tha unë kam marrë për burrin tem. E fort kjo. Edhe e bam babën bashkë me nënën. Në Sidney. Jo në Sidney, por në Brisbane, se ishte në Brisbane rrugë po. Të Australisë, edhe aty i tha me babës ke 2 rrugdalje. Ta lesh alkoholin dhe ta zësh vendin ku të takon, si babë dhe si, dhe më thënë, si zot i shtëpisë, apo të vazhdosh jetën me alkohol, për s'ke punë me ne. E zgjodhi punën e bashkimit dhe që atëherë flamuri u bashku. U ndërtua afërsia. U ndërtua afërsia interesant, filluan me shumë vështirësi apo më? Me vështirësi, por me flamuri ishte edhe njëri inteligjent, ishte edhe poliglot, flitte disa gjuhë botërore, domethënë kishte njohuri shumë. Edhe ai kur e la alkoolin filloi të rikthehet edhe shqiptaria edhe të rikthehen edhe shqiptarët tek zgjat energjia për ato të munguar ama lutëm shumë. Edhe ai kishte edhe shumë respekt edhe ndaj shqiptarëve të Kosovës, i kishte edhe disa miq nga Kosova, edhe patëm edhe një fat të mirë që me Naimin e hapëm në 90-ën edhe biznesin e parë në Australi që quhet Italia Uno Pizza dhe Pasta, ku babai dhe nëna ishin punëtorë kryesor. A punonin aty? Po, punonin aty. Sa e bukur. Edhe ishte një gjë interesante se flamuri ishte i humbur, ai flamuri i humbur tani ishte flamuri që po punonte. Çfarë drame. Po, ishin njerëzit, vishin shqiptarët nga gjithë, se ka shqiptarë shumë nga jugu i Shqipërisë atje, vishin dhe filluam të kemi edhe respekt. Sepse edhe pronar biznesit, po tani edhe flamuri i rikthyer. Domethënë ishin dy çuna në moshën 3, menaxhien u rikthyme, shtëpinë e parë, filluan edhe martesat e para, filloi edhe jetët na evolvoi në një mënyrë tjetër derisa nëna Naxhia prap vendosi i tha Flamur tha do rikthehemi në Ulqin, tha ta rikthejmë edhe Ulqinin edhe pse të ekilon. Edhe Flamuri mas 40 viteve rikthehet në Ulqin. Mas 40 viteve rikthehet në Ulqin. Dhe pastaj për 20 vite jeton në Ulqin edhe atë me plis në kokë, a? Me plis në kokë, por shumë më pak se 20 vite. A më pak se 20 vite. Po, ai jeton nga viti 96 deri me 2002-ën kur ndron jetë nga kanceri. Lirinë e Kosovës e përjetoi. Lirinë e Kosovës e përjetoi. Edhe jo vetëm që përjetoi Kosovën, por pasi Kosovës ka shku kur, me Naimin e morëm me ardhmë në Kosovë. Domethënë erdhi në Kosovë se kishte dëshirë të madhe, se kemi pasur ne shtëpinë kemi pasur plet me refugjata të Kosovës në vitin 90, edhe ato e kanë dhënë shtëpinë babai dhe nëna refugjatëve dhe ato gjithmonë kanë pas respekt madh për në 96 nuk thyn ata. Atë 96 i ndërtuan shtëpiat në Ulqin dhe Flamuri shumë u bë tani filloi nga Flamuri i humbur, tani gjithë ulqinakët më thonë, po ti e thot djali i Flamurit." Edhe kishte një ndjesi të madhe, tani e dishin kush ishte Flamuri. Sigurisht. Edhe ne shkuam në Mitrovic, më kujtohet se tash ishte një mjekë që ja kam harruar emrin, por kërkoj ndjes që Flamuri shumë e respektonte atë familje, një mjekë e Mitrovicës, dhe shkuam të vizitojmë me Mitrovic, dhe shkuam po ashtu një kushira nënës time jeton në rrethin të Gjakovës, po ashtu Limja edhe është familja Lusha në Gjakov. Edhe shkuam të vizitojmë edhe atë, po ishi gjë interesante, ish Kosova pas luftës. Viti 2000 në verë, me një golf dysh, ne kemi tretur rrugën, s'po dim, ishte ajo ura e Renikut, ura fshanj që i thonë Gjakov, mu këthyn nga fshatra tani, por s'kishim 12 orë këta pysim. Flamuri thot, lere mu, thot, onë thot një të bëj, troket nderaj si para 200 viteve, thot, jam Flamur Xhemali, thot, a ka mundësi me ma qilë derën, ishte koha pas luftës, ishte vështirë, ja qilë të derën, po thot Xhaxhi Flamur tha, vetëm po vazhdoni rrugën dhe do e gjeni këtë kushrinë në nënës time që ne e gjetëm, dhe ishte u rikthye edhe Kosovës, domethënë ishte gjë e madhe shumë dhe pastaj jo shumë larg edhe pati edhe fatkeqësinë që ta marri kancerin dhe ndroi jetë, por ndroi jetë me plis në kokë, sepse ja kishte dhënë një malcor nga malësia plisin dhe atë plis e mbajti deri në momentin që ndroi jetë dhe gjithë dishin Flamuri me plis. Edhe ishte kufoma e parë në Ulqin që u mbulua me Flamurin kombëtar kur shkoi në momentin e fundit të jetës. Një jetë e nisur veçantë. Domethënë, megjithatë në një vend nga më të zhvilluarit në botë, kthimi në Ulqin, mungesa babait për 20 vite.
kthimi prapë për Australi, rrugtimi pafund për ta gjetur, gjetja, momente, kështu bashkimi i babait me nënën. Ngjarje shumë e rrallë, në fund ngjarje e bukur. Keni çfarë ti rrëfeni jetës? Besoj që edhe ata të dy që nuk jetojnë më, e me që nuk jetojnë më, edhe i duart të pasin, ju bajnë homazh. Kanë çfarë për t'i thënë asaj bote për jetën e tyre këtej? Kur u bën bashkë, Naim, ishte interesant sepse nëna na ka rrëfyer shumë më vonë, se çka i ka thënë Flamuri herën e parë kur janë pa bashkë. Ka thënë Naxhie jam krenar si mi ki rrit djemt. Domethënë ka qenë krenaria e tij se si na ka rrit ne një nan, domethënë pa burr, me një vend aq të vogël si Ulqini, që të rritemi domethënë pa pas asnjë mungesë. Ndaj asgjë, domethënë nana ka qenë edhe bab edhe nan për ne. Edhe kjo ishte edhe çka për Flamurin e madh. Pastaj edhe hjekja dorë nga bigjozi, nga alkooli, nga gjërat e jashtëzakonshme. Një rrëfim i mirë se njeriu po të doj mund të ndryshojë. Mund ta bëj, po. Mund ta bëj. Ishte edhe pse ka pas adiksione të ndryshme, domethënë dy vese shumë të rrezikshme që janë ende sot të shkatrojnë familjet. Ai mundi që ti shkojnë domethënë brenda natës ti ndalojnë të dyja, se ka pas vullnetin e madh, domethënë vullnetin, dëshirën e madhe që të bashkohet me familje me në fund. Kur e morë Naimin në Australi? Një vjet më vonë, kur erdhi domethënë edhe Naimi, ishte takimi i Naimit me babain, edhe ai ishte një ves në vete sepse ishte edhe ai takim që me një njeri të panjohur, se edhe Naimi se kishte takuar kot. 88, 98 janë ngjarjet tuaja që i rrëfyem absolutisht. Lulja e Shegës, pak a shumë. Koha e Shegës u hap në. Pse keni quajtur Koha e Shegës? Koha e Shegës ishte një moment interesant, sepse Ulqini njihet për Shega dhe krejta i rajon ka, domethënë Shegët, por Shega simbolizon edhe ishte një frut hyjnor. Ishte frut që përmendet edhe në librin e Shejt Kuranin, edhe ishte një frut që na simbolizon kohën e fëmijërisë, kohën më të bukur tonën, edhe kallëzon sikurse ato kokrat e Shegës, të cilët shkormoqen, po zakonisht bëhen bashkë më në fund, edhe ne u bëm bashkë me babën Flamur dhe me nenën. Domethënë Shega ka disa simbole. Një sinonim shumë i bukur kjo. Në një periudhë keni drejtuar një radio në Australi, kur ka filluar kjo? Po, domethënë janë dy momente kur kemi drejtuar radion me binjakun tim Naimin, e kemi çilur radion e parë në gjuhën shqipe në Brisbane, që quhet Radio 4EB, ishte radio e komunitetit. Edhe një gjë interesante ishte kur filluam ta qesim zërin e shqipes në etër, ishte me një mikun ton Nuradin Xhamali, kur e qitëm këtë radio për të parë herë me 90-ën, njerëzit nuk besonin në vesh të vetë, sidomos shqiptarët e Shqipërisë të vjetër, që ishin ikur qysh nga koha e zogut, atë nuk i besonin vesh vetë se janë duke dëgjuar gjuhën shqipe. Në lajme s'kishim si t'i marrim, ishte një telefonat që ja thirrshim Prishtinë, edhe i qizoshim lajmet, ishte një teknologji moderne, por e bënim disi. Realizohej, dhe ai ishte hera parë, kurse hera dytë ishte kur vendosim të shpërngulemi nga Brisbane kur babaja dhe nëna u kthyn në Ulqin. Ne shkuam në Melbourne, aty ku takuam, ishte komuniteti më i madh i shqiptarëve ishte në Melbourne për momentin, edhe aty gjithashtu radio komunitetit 3ZZZ, aty u bëm domethënë pjesëtar të këtij radios, edhe bukuria e këtij radio ishte sepse me Naimin për të parë herë mundsuam lidhjet e drejt për drejta me ndëgjuesi. Domethënë deri atëherë nuk ishte mundësi, deri atëherë mandej filluan të transmetojnë dhe radio kishte aq ndëgjueshmëri të madhe sa ne vetë nuk ishim në dijeni sepse po krijonim opinion një, por porezionim atë identitetin e humbur kombëtar, sidomos tek shqiptarët e Malit Zi dhe Maqedonisë, jo të Kosovës, sidomos kur filloi edhe të Kosovës edhe ishin pak, por ishin edhe me patriot. Duhet ta themi, duhet jemi më hapur, domethënë sepse Kosova gjithmonë ishte të them me një zemër të hapur që është djepi i shqiptarizmës. E ka pas edhe për detyrë. Djepi i shqiptarizmës, po edhe ka pas për detyrë. Po e ka pas. Ashtu siç e ka pas për detyrë Tirana, për gjithë shqiptarët, edhe Prishtina e ka pas për detyrë, e ka edhe sot bashkë për gjithë shqiptarët. Kështu pas, sepse jemi dy shtete, po jemi shqiptarë të gjithë. Ashtu, brumon që edhe si atil. A ishte kjo radio ku ishte edhe Mendgjiçi, ku ishte Jashar Mendgjiçi, Jashar Fazliu, kemi pasur domethënë disa emra. Ishin goxhani. Kena qenë grup, por në momentet e caktuara kemi mbajtur, domethënë kur e ka mbaruar Qazimi e ka marrur Jashari, kur e ka mbaruar Jashari e ka marrë një Emine me Mishi, mbas Emine me Mishit e kemi marrur unë dhe Naimi, mbas neve ka marrur
një zonja Majlinda Lulo, Ka lëviz, kemi pasur një ishte një moment interesant kur më ka trokit në derë një zonjë nga Shqipëria. Ka pasur emrin Kalie Guga dhe më thot Kalia, thot, kam dëshirë të madhe të lexoj lajmet në radion e juaj. Po çfarë përvoje keni? Thot, unë kam qenë speaker e Tiranës. Kur e ndëgjum zërin e Kalies, ishte pikërisht zëri i Radio Tiranës. Që kishit dëgju ju. Që kemi dëgjuar, që mi rritur ma të zë. Për vitet të tëra. Kur e kam qitur Kalien në etër, ajo ishte hera parë që njerëzit mendonin se unë, thot, sa bukur i ke incizuar lajmet nga Tirana, se kishin fare ide se Kalia ishte në studio. Në studio. Por çka bëri kjo radio na im, e zgjoi komunitetin që në momentin kur u kriju, domethënë, mundësia për komunitetin shqiptar të mbledhë fondet në vendlindja thret asaj kohe, ishte pikërisht komuniteti shqiptar australian që mbledhi milionin e parë për ushtrinë shqiptare të Kosovës, që ma mërmendën një dorë trokitje. Milionin e parë për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Pikërisht nga një komuniteti më i vogël. Komuniteti i vogël. Nuk ishte si në Gjermani, edhe nuk ishte komunitet koheziv. Domethënë, kemi shqiptar nga jugu Shqipërisë, kemi shqiptar nga Maqedonia, që i përshëndes, sidomos shqiptarët nga liçeni i Prespës, nga Ostreci, rrethi i manastirit, nga Këshava, Tetova, por janë sidomos nga Struga. Jeni, domethënë, ishte një komunitet që ka ishte i gjithanshëm, Kërçova gjithashtu. Dhe mirët vesh shqiptarët nga Ulqini dhe nga Ana Malit dhe Kraja, kemi shumë më pak nga Plava dhe Gusia, por janë, domethënë, kjo ishte fryma një komuniteti që ishte nga çdo vis që kur erdhi çështja e Kosovës. Tamam Shqipëria, mozaiku shqiptar, kështu komplet. Etnike. Ishte Shqipërisë etnike. Ashtu. Edhe kjo që një gjë e madhe, sepse me Jasharin e një mikun tem të përbashkët, se kemi Jashar Fazliun nga Llapi, ai ishte faktikisht njeri që jashtëzakonisht i përpikët, dhe ishim s'kishte shtëpi që nuk trekisnin me derë me Jasharin, që nuk na hapte derën që më na dhanë parat për Kosovën. Ishte moment që do amajmë bend gjithë jetën time si momentet më tregon që një komunitet, po ka një arsye pse më dhanë do japin. Ishte komunitet që ka dhanë gjithmonë. Në shtëpisë të gjetëm rëmë, e ja vetëm patë tëmë, se unë besën ta kam vënë. Këndonit? Këndonit këngë të jugut sidomos, a? Me presparet, po. Presparet janë një komunitet jashtëzakonisht i mirë, janë nga Bella Crkva, janë disa vende të vogla atje që nuk mund të rikujtohen me emër, por aq e kanë atë kolonja, janë me origjinë nga kolonja, edhe sidomos ai theksi kolonjari i tyre, ata janë edhe, shiko, unë them ne gegët e kena thirr Abdul Frashin Toska i Mençëm. Edhe ne duhet të themi që kolonjarët konsiderohen si kokat e Shqipërisë. Kolonja gjithmonë ka japur njerëz të ndritur. Do mos edhe Lushnjë, pasi ka lindur edhe babai në Lushnjë. Po shkoj me pak marketing e do të rikthehemi me bisedën tonë. Marketing.